Shpesh mendojmë që fëmijët janë të vegjël për të pasur përgjegjësi. Por në të vërtetë, pikërisht në këtë moshë është momenti i duhur për t'i mësuar ata pavarësinë dhe vlerën e punës. Kjo video nuk është thjesht një kujtim i bukur familjar, është një shembull i vogël i asaj çfarë fëmijët mësojnë kur i përfshijmë në punët e shtëpisë. Kujdesin për veten, ndihmën për të tjerët, ndjenjën e rendit dhe përgjegjësinë. Vajza po la nenët, ndërkohë që vëllai i saj, pa i detyruar, pa pasur nevojë për fjalë, thjesht po e ndjek shembullin. Këto janë mësime që nuk mësohen në libra, por në përditshmëri, me durim dhe dashuri. Kur një fëmijë mëson të rregullojë shtratin e tij, të lajë pjatat e veta apo të vendosë rrobat në vendin e duhur, ai nuk po bën thjesht një detyrë. Ai po ndërton karakterin, vetbesimin dhe aftësinë për të përballur me jetën. Le t'i japim fëmijëve tanë mundësinë të jenë pjesë aktive e familjes, jo thjesht spektator. Le t'u mësojmë se çdo detaj ka rëndësi, çdo kontribut ka vlerë. Nuk ka rëndësi nëse pjatat nuk lahen perfekt. Ajo që ka rëndësi është që një fëmijë po mëson të jetë i Zoti për veten dhe për botën.